është që ka shlet me pasën e armë dhe me përdor ato në momente Çështja e posedimit të armëve është një çështje që është duke na brengos që nga pas lufta, po ka qenë edhe më herët, po sidomos që nga pas lufta, ju e dini që ndërmarr shumë iniciativa nga institucionet të ndryshme, edhe nga institucionet e sigurisë ndërkombëtare që kanë operuar në kaluarën të EULEX, sipas KFOR-i, nga Policia e Kosovës, nga Qeveria e Kosovës, nga Ministria e Brendshme, janë dhënë amnesti të ndryshme dhe janë konfiskuar ose janë dorëzuar një sasi mjaft e madhe armëve të kaluarën, që pastaj janë azgjësuar. Mirë po fatkeqësisht në rajoni Ballkanit është i tillë që realisht posedojnë armë kudo. Në Shqipëri, në Kosovë, në Malzi, në Serbi, në Maqedoni, do nuk kemi ndonjë situatë më të favorshme askund. Gjitha këto shtete janë poseduese, punoj popullata që jetojnë këto shtete janë poseduese të armëve ilegale sidomos, të cilat edhe qarkullojnë prej një shteti në jetën tjetër, duke ushqit, duke bërë tregti të palegjshme të armëve. Po janë policia. Po policia punon, policia konfiskon armë, vazhdimisht, po ju e dini që gjithmonë nuk mund të parandalohet gjërat vetëm me polici. Duhet një angazhim shumë serioz i mbarë shoqërisë që të kemi situata më të mirë, sidomos kur kemi të bëjmë me armë të zgjaret. Po tek ne, fatkeqësisht flasim për armë të zgjaret, për posedimin ilegal të tyre vetëm kur ndodh një rast. Dhe po qëse nuk ka ndonjë rast 5-6 muaj harrohet, nuk diskutohet fare. Ndërsa duhet të jetë një përpjekje e vazhdueshme e të gjithëve, po them e të gjithëve, që të kemi sa më pak armën ilegale në posedim, ndërsa të rishikohet njëherë ligji mbi armë, të shqetësohet mundësitë që këto armë të legalizohen apo të kemi kritere më strikte për posedimin e armës me leje.